Lezhë do të ketë një galeri të përhershme të piktorit Pash Përvathi, ku janë ekspozuar 82 punime të realizuara prej tij gjatë veprimtarisë 40 vjeçare. Hapja e galerisë u bë përmes një ceremonie të veçantë. Ekspozimi i kremtarisë 40 vjeçare në qytetin e tij të lindjes ka qenë një ëndër e kahirshme, shpreh piktori Pash Përvathi, sipas të cilit kjo galeri do të jetë një aset i rëndësishëm kulturor për Lezhën. Kam realizuar një ëndër të kahirshme. Një ëndër që më duket gjithmonë sikur po jetoja për këtë ditë. Desha ta kishte Lezhë, sepse kuptim krimtaria më jeme merr në këtë qytet. Galeria përfshin një periudhë 40 vjeçare krimtarie, është filluar në 1984 deri më sot. Përveç se pjesa hyrjes e krimtaristimit që është Lezhë, pjesa tjetër është në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Jam kujdesur që në këtë galeri të ketë thujse një gjeografi gjithë shqiptare. Dominon gjeninia e peizazhit, por ka dhe portrete dhe natyra të qeta. Kjo është një galeri që do të mbetet kështu për gjithnjë. Do të jetë kohë gjatë, është një aset i besoj turistik për qytetin, për mua është një galeri përfaqësimi, pra kështu do të mbetet për herë. Pashku është një aset, bashkë me piktorë të tjerë, Nikolini dhe shumë të tjerë që bëjnë artë në Lezhë, janë një aset i çmuar, i padiskutueshëm për këtë qytet, për jetën e këtij qyteti dhe japin gjithmonë energji pozitive për cilën ne shumë ne kemi nevojë. Jam shumë i emocionuar sepse nuk mendoja se do kisha një goditje psikologjike që nder në momentin që kam hyrë dhe e pash. Shumëllishmëria e pikturave dhe e artit që është prodhuar më në kësaj dhome është impresionues. Ju keni ditë që të na sillni ne një lartësi të jashtëzakonshme, ku ne si Lezhë në fakt krenohemi me artin që ju bëni. Dhe vjen shumë mirë që ky art nuk është më një art që ka ngel në kufit e një territori lokal, por ka dalë përtej.